Ka gabime, sidomos kur se në klasën e 7, dhe këtë tekst parashifet shtetet e Evropës, të gjithë të bire në bazë të plan programe duke filluar prej popullatës, prej izografisë, prej strukturës të popullatës, të me thënë kush jeton, sa popoj e tjerë, kur vjen te Serbia, të gjithë popujt tjerë i përmend për shembull, thotë se në Serbi në shtet jetojnë Serb, jetojnë Malazez, jetojnë popullat të Vojvodinës e ku tjerë, por nuk thotë se jetojnë një shumicë e madhe e popullit shqiptar në shtetin e Serbisë. Do të thonë, është lanë kësisht Lugina e Preshevës dhe Medvegjës, që është një popullat jashtëzakonisht e madhe, një pjesë e trungut shqiptar, ku shifti edhe se sa janë ato që dikur ka pas ka 4 apo 5 deputet në parlamentin sërb, do të thonë ekziston. Këto nuk e përmend. Të gjithë tjerit popull përmend këtë, do të thonë se kjo është diçka tendencioze që të tregojë se në Serbi nuk jetojnë shqiptarët.